Merkuri ka hyrë në shenjën e Luanit, ku do qëndroj deri në javën e parë të shtatorit, kështu që komunikimi, mendimi do të marrin gjëra më të zjarrta, më të drejtë për drejta dhe më dramatike gjatë këtyre javëve. Merkuri në Luan flet me vetbesim, me pasion, me stil, kështu që është një kohë perfekte për të folur në publik, për të prezantuar veten në rrjetet sociale, për të bërë prezantime, për të bërë intervista, mund të ndjejmë atë nevojën për të shprehur në mënyrë paksa më teatrale dhe dramatike gjithashtu, dhe ka rrezik që njerëzit të jenë paksa krenar gjatë kësaj kohe edhe më të dieshëm ndaj kritikës, kështu që kujdes se si i drejtojnë të tjerëve sepse i marrin gjërat edhe personalisht. Shumë ide krijuese mund të lindin, sidomos për artistët, për shkrimtarët, për këngëtarët, për influencuesit në rrjetet sociale. Luani sundon zemrën, kështu që deklaratat e ndjenjave dhe komunikimet romantike do të bëhen më të zjarrta, më të sinqerta, por edhe më krenare gjatë kësaj kohe. Njerëzit do duan që të dëgjohen, të vlerësohen, të duar trokiten për mendimet e tyre, kështu që nëse i injoroni apo i bëni të ndihen të anashkaluar, do të ketë probleme. Është një tranzit i mirë për shenjat e zjarrit, si Luan, shigjetar edhe dash, por edhe për shenjat e tjera të ujit apo dhe të ajrit, përveç akrep, dem edhe ujor, ku mund të ndihen paksa të sfiduar në komunikim, por me një mundësi për të reflektuar edhe për të pastruar ato keq kuptimet e vjetra.